Ardhela për procedurë. Faleminderit, kryetar. Unë nuk mendoj që ka seancë më të rëndësishme se sa kjo e sotmja ku diskutohet raporti për procesin e integrimit. Është ajo busulla që 90% e qytetarëve shqiptarë duan që të shkojnë sa më shpejt, sa më parë. Ndërkohë që ju keni bërë një mishmash me rendin e ditës, keni bashkuar një mocion me raportin që unë nuk e di se çfarë lidhje ka, përveç faktit që çdo gjë në Shqipëri kontrollohet nga krimi, kontrollohet nga bandat, nga kartelet e drogës, kjo është e përbashkëta. Por diskutimi për raportin e integrimit duhet bërë më vete. Sikurse dhe rezoluta duhet kishte diskutim më vete. Pra pse na I keni bashkuar mocionin me raportin vjetor të integrimit? Unë këto nuk e kuptoj. 5 orët sot duhet ishin vetëm për raportin vjetor. Ajo çështja më e rëndësishme. E para, e dyta, ku është krye negociatorja? Si mundet që neve të diskutojmë për raportin e integrimit, kur ajo që ka raportuar në komision duhet ishte sot tu dhe t'i përgjigjej nëse ka se cilës pyetje të deputetëve apo shqetësime. Dhe e fundit, ku është kryeministri Edi Rama? Kur ai nuk vjen sot, sepse e ka pasur pasaportën europiane, vetëm me atë ka bërë fushat, vetëm me atë ka mashtruar, gjithë fushatën. Ku është kryeministri sot? A ka çështje më të rëndësishme se sa kjo seancë për raportin vjetor, për të parë se si Edi Rama në vend që të progresonte drejt procesit të integrimit na ka çuar shumë vite larg? Ai duhet ishte sot këtu, nuk ka asnjë agjendë më të rëndësishme për kryeministrin, për ministrat, se sa kjo seancë e sotme. Mbylleni këtë seancë, thirrni kryeministrin, bëni pak pushim, thirrni kryeministrin dhe kryenegociatorët dhe të filloj seanca. Përndryshe, ç'a kuptimi ka kur kryeministri thot flisni keq, flisni në anglisht, le të vit na flasi shqip për dëmin e madh që I ka bërë Shqipërisë, shqiptarëve dhe procesit të integrimit. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Vokshi, minutazhi për madje orët, jo vetëm minutat, po janë 5 orë diskutimi, nuk është vendosur nga unë pa konsultim, është vendosur me konsultim, me grupet parlamentare. Besoj që është I mjaftueshëm, paktën kështu kanë rënë dakord, edhe bashkimi dhe me